Esselamu alikum fëmi, vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në shtëpinë e dijes. Esselamu alikum dhe mirë se erdhët. Hoxh, esselamu alikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se u gjeta. Hoxh, cilën sure do të kemi sot? Do të kemi disa ajete të surës Bekare, nga ajeti 200 deri tek ajeti 203. Hoxh, kuptimi dhe komenti i këtyre ajeteve? Po, Allahu subhanahu wa taala thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Mbrohem prej Allahut subhanahu wa taala nga çytjet e shejtanit. Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Kur ju t'i kryeni ritet e haxhit, përmendni Allahun subhanahu wa taala sikur përmendni baballarët tuaj edhe më tepër ti përmendni. Ta përmendni Allahun subhanahu wa taala. Ka për njerëzve që thonë: "O Zoti jon, na jep të mira vetëm në këtë botë. Na jep prej të mirësive të kësaj bote." Edhe nuk kërkojnë prej Allahut subhanahu wa taala mirësitë e botës tjetër. Ata thot do të kenë thot vetëm aq sa kanë kërkuar prej kësaj bote, edhe në botën tjetër nuk do të kenë asnjë të mirë. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ka prej besimtarëve, ka prej njerëzve të mirë që thonë: Zoti jon, na jep të mira në këtë botë, na jep edhe të mirat e botës tjetër. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dhe na ruaj neve prej zjarrit të xhehenemit. Na jep të mira në këtë botë, na jep të mirat e botës tjetër dhe na ruaj neve nga zjarri i xhehenemit. Allahu subhanahu wa taala thot, këta thot do të kenë shpërblimin për punët e mira që kanë punuar. Edhe Allahu subhanahu wa taala shpejt ka për ta sjellë llogarinë. Dita e llogarisë ka për të ardhur shpejt, edhe Allahu subhanahu wa taala ka për të llogaritur njerëzit shpejt. Allahu subhanahu wa taala në këto ajete tregon një lutje madhështore, që kjo lutje bëhet në haxh. Çfarë është haxhi? Haxhi është shtylla e pestë e Islamit. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë obligim haxhin për ata të cilët kanë mundësi. Si ka rrjedhur haxhi? Kur ka ndodhur haxhi? Allahu subhanahu wa taala ka dërguar Ibrahimin alayhis salam me gjithë bashkëshorten e tij Haxher alayhis salam, me gjithë djalin e tij Ismailin. Djali i tij ishte i vogël, Ismaili alayhis salam. E mori bashkëshorten e tij me gjithë djalin e tij edhe i vendosi në luginën e Mekës. Në atë kohë lugina e Mekës nuk ishte asnjë banesë, asnjë gjë. Ishte një shkretir. Edhe e vendosi aty. Edhe iku largu Ibrahimi alayhis salam. Haxher alayhis salam me gjithë djalin e saj Ismailin alayhis salam konsumoi ushqimin që i la Ibrahimi alayhis salam edhe vazhdoi të lutte Allahun subhanahu wa taala derisa Allahu subhanahu wa taala bëri që aty të buronte uji Zemzem. Edhe erdhi një fis aty u vendos pranë tyre. Ismaili alayhis salam u rrit, edhe u bë djalë i fuqishëm, i rritur, edhe u martua me njërin prej vajzave të këtij fisi. Vjen Ibrahimi alayhis salam. Mas një farë kohe vjen Ibrahimi alayhis salam, edhe e merr djalin e tij, edhe thot: O djalim, Allahu subhanahu wa taala më ka urdhëruar që të ndërtoj një shtëpi këtu. Edhe ndërton Ibrahimi alayhis salam me gjithë Ismailin Kaben. Ismaili sillte gurët, i afronte gurët, ndërsa Ibrahimi alayhis salam i vendoste dhe i bënte mur, derisa e plotësua ndërtimin e shtëpisë shenjtë Kabes. Atëherë Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam që t'i thërras njerëzit për haxh. Tha Ibrahimi alayhis salam: O Allah, zëri im është i dobët, unë do t'i thërras ata, por se mu nuk më dëgjon vetëm se kjo lugin. Atëherë Allahu subhanahu wa taala i tha: Thirri njerëzit për haxh se ne do ta përcjellim zërin tënd. Edhe Ibrahimi alayhis salam i thirri njerëzit për haxh, edhe zërin Allahu subhanahu wa taala e çoi tek të gjithë popujt e botës. Edhe vazhduan njerëzit duke ardhur turma derisa erdhën në Kabe, edhe këtu filloi pra haxhi i shtëpisë shenjtë. Vazhduan njerëzit duke vizituar shtëpinë e Allahut, që adhuroshi Allahu një i vetëm pa shok.
Mas një farë kohe, njerëzit e ndryshuan fenë e Ibrahimit a.s. Mbas i vdiq Ibrahimi a.s., Ismaili erdhën breza tjerë dhe ndryshuan fenë e Ibrahimit a.s. Edhe nuk adhuronin më Allahun, por se adhuronin idhujt. Derisa erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Zotit, edhe e pastroi shtëpinë e shenjtë nga idhujtaria. I pastroi arabët prej idhujtarisë, edhe i ftoi ata që të adhuronin vetëm Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala i urdhëroi besimtarët që kur të jenë në haxh të mos bëjnë si mushrikët të cilët kanë qenë më përpara, që kërkonin prej Allahut subhanahu wa taala të mirat e kësaj bote vetëm, por se i urdhëroi ata që të kërkojnë të mirat e Allahut subhanahu wa taala të kësaj bote edhe të botës tjetër. Mos kërkojnë vetëm plaçkën e kësaj bote, që plaçka e kësaj bote zhduket. Plaçka e kësaj bote krahas shpërblimit madh që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala në botën tjetër nuk është asgjë, nuk ka asnjë vlerë përpara shpërblimit të xhenetit, nuk ka asnjë vlerë përpara kënaqësisë Zotit. Pra njeriu të kërkojnë prej mirësive të kësaj bote, të kërkojnë prej Allahu subhanahu wa taala mirësitë e kësaj bote, por mos harrojnë të kërkojnë mirësitë e Allahut që janë në botën tjetër, që është xheneti, është mëshira e Zotit, kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në këto ajete na tregon neve edukatën e lutjes, se si ta lutim Allahun subhanahu wa taala. Ka disa njerëz që lutin Allahun subhanahu wa taala duke kërkuar vetëm prej çështjeve të kësaj bote. O Allah, më jep këto, më jep ato, më jep këto, më jep ato. Edhe haron thot, o Allah, fali gjunahet e mia. O Allah, ma leso mu ditën e llogarisë. O Allah, më bën mu prej banorëve të xhenetit. O Allah, më jep mu punë të dobishme, punë të mira që të fitoj kënaqësinë tënde. O Allah, shlyj gjunahet e mia, më udhëzo mu në rrugën e drejtë. Ma mundëso mu udhëzimi, ma mundëso mu që të punoj punët më të mira. Pra e harojnë këtë pjesë, edhe kërkojnë prej Allahut vetëm plaçkën e kësaj bote. Këta njerëz, në qoftë se nuk kërkojnë prej Allahut ditën e gjykimit, nuk kërkojnë prej Allahut xhenetin, ditën e gjykimit këta nuk do të kenë gjë. Këta do të kenë vetëm ato që kanë kërkuar në këtë botë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në këto ajete që duhet kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala mirësitë e kësaj bote edhe mirësitë e botës tjetër. Në haxh, kur muslimanët pra ditën e Kurban Bajramit, masi gjuajnë gurët, pra tek vendi janë rregullat e haxhit, kthehen nga kibla edhe e lusin Allahu subhanahu wa taala duke kërkuar prej të mirave të kësaj bote edhe të mirave të botës tjetër. Haxhi është një vepër shumë e madhe, shumë madhështore. Njerëzit shkojnë në haxh edhe bëjnë tavaf rreth shtëpisë së shenjtë, shkojnë vizitojnë vendet e shenjta, adhurojnë Allahun, ndjejnë kënaqësi në zemrat e tyre, jetojnë ndjenjat e besimit, edhe haxhi është një vepër shumë e madhe edhe një vepër shumë e vlefshme tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush bën haxhin ashtu sikur ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ai kthehet në shtëpinë e tij pa asnjë gjuna. Allahu ja fshin të gjitha gjunat që ka vepruar më përpara. Edhe haxhi i pranuar tek Allahu nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin. Allahu subhanahu wa taala i bën ata të cilët bëjnë haxhin të pranuar prej banorëve të xhenetit. Kjo pra është kuptimi i surës. Hoxh, kjo lutje që bëjnë banorët kur shkojnë në haxh, a mund të përdoret edhe për adhurime të tjera? Po. Lutja që bëhet në haxh, pra kjo lutje, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kjo lutje bëhet edhe në teshahud. Kjo lutje bëhet edhe gjatë lutjes kur bën besimtari lutje Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo lutje ka një dobi shumë të madhe. Kërkon prej Allahut subhanahu wa taala mirësitë e kësaj bote edhe mirësitë e botës tjetër. Kjo lutje është përfshirëse të gjitha mirësive. Mirësive të kësaj bote dhe mirësive të botës tjetër. Prandaj duhet që besimtari këtë lutje ta bëjnë shumë shpesh. Profeti sallallahu alaihi wasallam këtë lutje e bënte në tavaf, kur bënte xhirot, pra rrotullimet rreth Kabes, në çdo xhiro kur arriste profeti sallallahu alaihi wasallam tek krahu i djathtë i Kabes, pra cepi i djathtë i Kabes, që është nga
pjesa nga ana e Jemenit, profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte këtë lutje ndërmjet pra cepit të Kabes që është nga ana e Jemenit edhe ndërmjet gurit të zi. Thoshte Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep neve në këtë botë të mira, edhe në botën tjetër na jep mirësitë tua, edhe na ruaj neve nga zjarri i xhenemit. Pra kjo lutje bëhet në të gjitha ibadetet, bëhet kur bën lutje besimtari, edhe është shumë mirë që besimtarit ta bëjnë këtë lutje shpesh. Hoxh, para profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam bënin haxh besimtarët? Po. Jo besimtarët para se të vinte profeti sallallahu alaihi wasallam bënin haxh. Por se haxhin që e bënin ata vizitonin idhujt, e adhuronin idhujt me Allahun subhanahu wa taala, ju lutshin idhujt. Pra kishe idhujtari, me të vërtet vinin tek shtëpia e shenjtë e Allahut në Kabe, por sa ata nuk adhuronin vetëm Allahun, por sa adhuronin idhujt. Derisa Allahu subhanahu wa taala dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndaloi që ta vizitonte shtëpinë e shenjtë idhujtari. Nuk lejohet që të vizitojnë shtëpinë e shenjtë jo besimtarët, sepse ajo shtëpi është vendosur vetëm për ata të cilët e adhurojnë Allahun një vetëm pa shok. Nuk i bëjnë shirk Zotit. Është vendosur për të vizituar vetëm nga ata të cilët e adhurojnë Allahun, edhe jo për të tjerët, për mushrikët. Pra ai vend është vend i pastër, vend që është vendosur për të vizituar vetëm nga adhuruesit e Allahut subhanahu wa taala, edhe jo mushrikët. Hoxh, koha për ta mësuar këtë sure ka ardhur tashmë. Po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب. Allahu e shpërbleft. Bukur. Kush do e lexojnë surën? Abdurrahmani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
Lumt, mashallah. Hoxh, dobit e kësaj sureje, cilat janë? Po, Allahu subhanahu wa taala në këtë sure na tregon neve vlerën e dhikrit, vlerën e përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Na tregon Allahu subhanahu wa taala se lutja ka një vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala dhe për shkak kësaj Allahu subhanahu wa taala shpërblen me mirësitë e botës tjetër. Me mirësitë të kësaj bote edhe mirësitë e botës tjetër. Allahu subhanahu wa taala na tregon neve, na urdhëron në këto ajete që mos kërkojmë prej Allahut vetëm mirësitë e kësaj bote, sepse Allahu subhanahu wa taala ka në dorë mirësitë e kësaj bote dhe botës tjetër. Prandaj duhet që të kërkojmë prej Allahut të dyja të mirat e kësaj bote edhe të mirat e botës tjetër. Tjetër, në këtë sure tregohet se Allahu subhanahu wa taala na tregon që në haxh është mirë që ta mësojmë këtë sure edhe ta përsërisim shpesh gjatë ditëve të cilët ne hedhim gurë dhe gjatë ditëve që qëndrojmë në Mina. Po ashtu, në këtë sure, profeti sallallahu alaihi wasallam këtë lutje e bënte gjatë tavafit, xhirave rreth Kabes. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam këtë lutje e bënte edhe në teshehud. Kështu që është shumë mirë që kjo lutje të bëhet, pra ne mësojmë këtë lutje në këto ajete, edhe këtë lutje ne e bëjmë në disa ibadeteve që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar për to. Hoxh, Allahut është shpërbleft që ishit me ne këtu në studio. Po, edhe ju Allahu është shpërbleft. Miq, ka ardhur koha të ndahemi deri në emisionet e radhës. Esselamu alaikum. Inshallah kemi përfituar diçka. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.